Në nivelin primor, aty ku shkojnë fillimisht rastet emergjente, më pas trajtohen në nivelin terciar, aty ka më shumë staf. Tu fillu prej organizimit punës është shumë më i mirë, mbat orari i punës me rregull, ankesat e pacientëve janë shumë më të ulta se sa në nivelin terciar. Gjithmonë na bazohemi në aspektin se sa ka ankesat e pacientëve, ndërkohë që gjatë kohës që jena me shku me raportu atë, gjithmonë janë transparent për neve, kena leje për me xhiro brenda, ndërkohë që në nivelin terciar dhe atë sekondar po ashtu, nuk kemi shpesh leje do të mu detyru na mi marrë telefonat tonë për mi me xhiro. Ndërkohë që me kamerë, nëse kemi kamerbonin me veti, nuk kanë më na leju me i. Për shembull në pediatri, dje par dje nuk kena pas drejt absolutisht me him brenda me xhiro, po me në realitetin që përballën pacientat. Po. A kish pas më ndërlidh pak te pjesa kur po flitet se në sektorin e shëndetësisë primore dhe ato terciare, sekondare është pak më mirë. Sigurisht që me theks veçantë tek pjesa e shëndetësisë primare, pacienti hyn dhe del, merr shërbimin dhe nëse me disa borna që janë nga lista esenciale janë 1% të bornave për cilat mjeku specialisti i mjekësisë familjare i përshkruan bornat, ose pa kalu tek pjesa trajtimit me borna, mjeku specialisti i mjekësisë familjare ai sigurisht ka me kërku edhe analiza për t'i bërë. Po megjithatë këtu janë disa gjëra të cilat në ÇKMF